أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمائه الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لك الحمد ربنا على ما جعلتنا من أهل الإيمان وأهل الإسلام لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Gjëmatin ndershëm në natën e kaluar në folëm për këtë ajet rreth këtij diçka sa na premtoi koha aq sonte inshallah do të mirëme me disa hadithe edhe disa vlera rreth ibadetin e të cilin ne kemi kaluar çdo ditë. Elusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që prej këtë besimtarve këtë ditën e sotit kabul ta këtë bojë inshallah. Elusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që ditave që po vjen të na i bojë letë ja u bojmë hizmetin ai që ka dëshirë. Për hadithin e parë të sontit është fjala kur të kalojmë inshallah faqebar ditën e kiametit dalmi para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam Man anfaqa zawjayni fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya abdallahi hadha khair. Ka thonë këtë dunjo këtu kush i jep di dinar në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nu a jep për rrugë a jep për medrese, a jep për ur, a jep për uj, a jep fi sebilillah me një fjallë. Në emën të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ditën e kiametit, Allahu Gjelle Gjelaluhu i thot këti o robi jem. Hec hinë gjennet në për një derë të cilës i kam vu në emnin dera e sadakës. Nalë kujdes. Nalë kujdes shunat. Eja hinë gjennetin tem në për një derë të cilës unë i kam vu emnin dera e sadakës. Në për atë derë do të kalojnë kejt njerëzit të cilës prej pasunijes vetë në emën të Allahu Gjelle Gjelaluhu kanë dhonë. Inshallah jemi të kësaj dore ja Rabbel Alamin. ومن كان من أهل الصلاة قال محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كشاش prej gjematit, prej grupës namazit, ato që kanë falë namaz farz dhe nafile, ditën e kiametit Allahu i thot hinin xhennet në për derën në të cilën e kam shkruajtur unë dera e ahli namazit. Allahu Gjelle Gjelaluhu prej kësaj grupe na bë. ومن كان من أهل الجهاد كوشاش prej ative shka kanë dhonë më të shtrejtë në gjonë këtë din edhe në këtë bot në emën të Allahut ajo është derdhja e gjakut fi sebilillah mujahidat njerëzit shka kanë bo gjihad. Kur jam të fjala gjihad këtu në këtë hadith Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam du me unal pak për një disa fjallë të mirë mi vesh me gjëmotin. Fjala gjihad vllazni të në veshin e besimtarve këto dita muslimanve ka kalu si një fjalë me disa vetit zeza të muslimanët. A dini vllazni kush e ka servu këta? Shti me i thonë njeri ton na njeri gjihadit prej njerëzve ton ashtë i përbuzën. I përbuzën dhe me mujahid kështu, a i shka shkon gjihad është mujahid
Bile sën për jamësojnë, e pa në gazepi njërës të tonë, sën për jamësojnë, emnin bile bashmirë, për thojnë muhajgjid. Muhajgjidin. Mërëvesh se sa mo inteligenca larë ka shku. Jo muhajgjid, mujahid, do me thonë, luftetar. Shqip, luftetar. Gjithë ditën folin duhet me liftu për popull, a kur t'i thojsh mujahid të përbuz. E kun këtë mujahidin ndrishe, e pse e kun ndrishe pra? Pse e kun njerit keq? Pse për mujahidin ka njipi Mirolub Jeftiqit Beogradit, i cili ka doktoru në London gjihad në Universitetin e Parisit në Sërbon. Mirolub Jeftiqi ka doktoru, shka i Beogradit, ka doktoru për gjihadin, ka bo doktoriat në Sërbon. E ai që shti ka shkrujt librën, dezertacionin e doktoraturës e ka mbrojt në temën e gjihadit islam, është ai shka të fole për gjihadin, ju ka bo një numërit madhë gjemve tonë hoqë. E ai që që paracet mujahidin, njerin e gjihadit, që paracet? E paracet vlazni, një njeri shka e ka një brisk në dorë, e këtë gjoj e njeri shka sa musliman, me mundësi veç e prataj, veç pratë gjithë. Qështu të në njoni pineve, e paramendon, me pa një njeri me mekër, muhajgjid aja. Muhajgjidin jaj. Asë emni që ka mësu bashmir. E me një vend një gjallë prej gjemve tonë, këtun ka tonë, se neve ju e dini pak, së të që nive në thojnë, ma musliman kur dalmi për jashta, pas ka hi, pas ka thonë selam me një dhomë, dikun me një vend. Selamu alikum, i kanë thonë mirë dita, a thotë të hunë shka e në konë, mirë dita, ti muhajgjidi, ti kushije, ti slupqarit e, muhajgjid ti. E të më thonë, e kanë përbuz, e kanë nënshmu. Interesanta, mujahid, me amla fjallë të zotë i jotë, shka kja arëson të me aboja cien namaz, me falë, me amla fjallë të Allah i jotë, të cilë të jakini nuk e ditën a fjallë e mujahid. Emni maj amël të zotë i gjëlle gjëlel, upi emnave në këtë dunjo, është emni mujahid që nuk ki qef me të thonë. Se për të kesin, se në Evropa po thojnë mujahidi, aj për Afganistani, aj pret gjina, i këni pjatë, s'ka, i keq. I keq, se e ka prej Rusin, interesant, shumë i keq. Rusin e ka prej, i keq shumë. Më revesh. A Rusi, kur ka kalu kufinin e Afganistanit, e kanë vetë, zabitin Rus, të rompa, që po himu në Afganistan. A konë dita e mrame e viti 79, 31 december 79 viti. Do me hinë në Afganistan e kanë vetë, mirë, që po hini, rompën për thani, shti po hini në Afganistan, me 200.000 asker. Shka të të bani në Afganistan? Shka të të bani? A thonë na, gjënë të tonë e përbuzin në neve, shte ja qetërin, ave mujahidi që ati a i me gjihadaj. Në revesh mo, se sa e kanë kuptu gjënë të tonë, fejnë tonë. Në revesh. Njëjtën ko ka një gazet Macedoni, ku që lexon gazetat. Për qatë a i doktorin në spital, a i specialisti zemrës, në spital tha hoxha, që te pitam neshto a mi pravo da mi kažeš. Što znači džihad? To džihad vam borba. Ne. Po shka pra? Rat. Pode? Rat. Bile alo që të sen. Ham borba, ham rat, ham halat, diska që tërsen. Po shto jo është nështë të druga, raj, gjennet me hi. A gje ku ti sën hi, a gje, ma i smrami, luft në gjennet ma i smrami. Ku sën hi ti? A mësove shka në gjihad? Si kjo? Ja, ne, jo, svetirat, po dhe svetirat dhe, luft e shejt, në gjihad. Qodh njoni për muslimanve, për me qitë vërtetën e Allahu gjëlle gjelaluhun me këtan, e jep kejt pasunin, apo? E jep kejt pasunin. Ma i smrami kur më zdale pasunin, shka e pala që tërsen? Jep e vladët, apo? Ma si ti jep e vladët, hala për duhet, shka jep? E jep vetë vetën. Pro më thash në konaka, parnata, kur thash me një ven, ku nejtëm? Ashtë për qatë, kejve njerëzve të vorrat kur qkojmë, jaknojnë talkonin. Thënë Hasan, o Hasan gjene, kur dvesin ti a gjenë vorë, kur dvesin në vorë, ka e ke pas zotë, thuj Allahu gjëlle gjelaluhu. Kur të thujnë a ke pas këble, thuj ka qabe e jam falë. Kur të thujnë a ke pas kitab, thuj Kurani Kerimin. Për nga me, thuj Muhammed Mustafa, mësta qoj të rinqët. Këtive gjihadit si u kënohë talkoni bura, ma në men.
të bëni punën, në popullin tonë njoni me vdek shahid për dorës qafirit, e thoni kur ta qojmë të vorrat na gje, unë e thom të vorrat s'ka me knu talkan, mu që ketë gjemodë, ka mi knu, që unë po thom ka mi knu, hoqës mi kalzu fati, që ishë mës mi knu, vërgjallit tem mës mi knu, a kevi ju kanë knu të rishti, henes të vorrat ati mu morë vesh. So kur një ditë për ditëve shumë frikë, kur dashtëm rrathinën tonë me shti një gjallëtri në vorë, unë e thëshna, hek në pikti sa në kitë drunit këta, e shtin e veç me atë sa në kënë mrena, se mrena sa në kitë drunit ashtë edhe njoj aluminit, me mundësi me hek për ati haloma mira, po s'ka mundësi, u që unë agji, fetë fate, shtin e qashtu që i shampu ju fatë. A më guptut ajo? E kush me atë hoxha shtin këtë rasta, kush po jetë fetë fashti, kush po jetë fetë fashti, e kuj po jetë me smrami? Se agjies, a dinim se agjies, se 500 gjemot të akshirim këtë hoxha thama, të akshirim këtë agjies, a po thot, qka po thot? Thot hoxha, të vorrat, s'ka rati, këti s'ka mi knu talkan, se kja shahid, këti talkoni si knohet, pëse si knohet shahidit talkoni? Talkoni ku i knohet? Mu e knoma talkonit. Mu e knoma se mu e më shka për derdhin të më vetë, në provim, mu e më sot më shka me thonë. E ata, më sa të e vetë dikusha. Që mi knu talkana, më sa të e vetë dikush e lbit. Atë shka se vesin, asa marrë mi thonë, pi për mi vorë thuja. Më sa të e vetë atë. Për qatë s'ka talkan, më s'prit e vorë dole. Vlavi tem si jaknoj, a pave ati jaknoj, këti si jaknoj. Ishin për qanë, slup qanë. Hadër do purin, ishin përqa. Mujahid, jihad. Allah në Kurani Kerim ka thonë, Alladhina jahadu fina, lanahdiannahum subulana. E thonë që ato shka kanë bërë jihad në rrugën tonë, kemi me javë tregur rrugën e vërtet. A dini pëse si jemi në rrugën e vërtet, pëse me jihad nuk mirëm. Edhe unë me hapë që shti pison të temën e jihadit, sëkur parvet si ta mani men, një 5 derës në taravija, po ju thomë në drejt, po ju thomë hatas, po ju thomë pa rezervë, që kjo akon qështu. Kur kemi bërë 6 natë për gjihadin par vetë në Ramazan, gjemote e mashin kryen të poshtë. Ranë. Alladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Dhe që ato që kanë bërë gjihad në rrugën tonë, Allahu Jalla Jalaluhu, ato një javë kam tregu rrugën e drejtë. Ato në i kam mësu shka me bo me almikun. Gjahidu fi se bilillahi bi emualikum wa anfusikum. E thënë luftonin emrin e Allahu Jalla Jalaluhu me mallin e ju edhe me gjakun e ju. Pa prapë e përsriti atë që ka thash prom konak, se shahidi vorosët në vorë, shahidi vorosët në vorë, pa ja hek të teshat me të cilët avra. Zban me ja hek, s'ka që finë për ata. Zban me la, hiq, nuk ban zgudzon ati kur kush me aqit as një pikuj me ala gjenazën. Duhet me mshtel me që të tesha, e me dalajn me hinë vërë që ashtu pa la, zban me la, veç me ja falë gjenazën duhet edhe e vërros, jo për që tërsen, pa i kur të njallët ditën e kiametit, para kejta alemit pita ademi, del edhe i thot botës, apo më shifni, me shka i kam teshat. Mos qese mo albet ti edhe mu e me fol dishka, pëse ki përshkon drejnë gjennet kështu. A i del gjak i kuq ditën e kiametit. Del me gjak mishën para Allahu Jalla Jalalu. Mos qese ren ti edhe mu me fol para ta mose. Shka ka dhonë ki? Shka ka kontribu ki? Do kanë hi për gurt në të kerit në apsone. Ka 15 dit kanë nejt në lodhën. Në banën kahar në banën. Do kanë vedh magaze kanë thi dhe kanë hi në burg, e shëndru në burgën e vetë për kom. Në lodhën, në banën kahar në banën. Kanë kontribut dhe më dhejtë kontribut. I dhejtë kontribut. Kontributi ma i madh i cili paguot me gjennet, as a i shka muslimone e fiton në përmet gjihadit. Ka thonë Rasulullah a.s. me një hadith, o men kane min ahli l-gjihad, kush është i kësaj rrugë i gjihadit, gjakun shpirtin ja ka falë Allahu Jalla Jalaluhu, ka hi me këmishën e bartë, lame me gjak në vorën e vetë, pa la, me dalë ditën e kiametit i lam gjak para Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu, me pas gjakun e atë argument për me hinë gjennet si qerve muslijesë shka me thonë. E thonë, nesër e ferën këta, hajde urdhno hinë gjennet në për derën të cilës i kam thonë dera e mujahidave, dera e gjihadit. Dera e gjihadit.
Keni ndëgju sot të natin konak, u fol se një djalë pas ka liftu 10 vet në Afganistan, me Rusin 10 vet, kanë plagu diha, mos ka vdek, ka plagu diha dhe s'ka vdek. Shti ka arë në Bosnë me luftu me Sërbët ka arë me luftu në Bosnë. Edhe në Bosnë e kanë plagu. Po ka lëzoj njerëzit që e kanë pa mesi amit të kaj. E thonë, o zot, e të rikur kjo e jeme vesh me të plagu me të shkoje. Unë të rikur vesh me të plagu me, unë e për qëtër sen, po ngas, të rikur me vesh me të plagu me kur gjon, e vesh me plagu me ja kur gjon dhe. Atë qëtërën ka arë me lip, atë madhen ka arë me lip. Do në me kalu në gjennet, në para derën e mujahidave, në derën e gjihadjive, që në përmet asaj dere që të rëkursën himo. O men kane min ahli sijam, thonë kush është prej ative njerëzve, që ka kaninu Ramazan edhe kaninu në file namaz. Ditën e kiametin gjennet hinë në për një derë e cila e ka emnin Rajjan. A thonë Rasulullah a.s. hinë në për këtë derë në gjennet, vetëm ato shkaninoj. Vetëm ato shkaninoj. A thonë, vo i dha khalasu o gëlikat. Kur të sosën në një mqartë mshelet. Interesant. Për sadakës nuk tha, kur të sosën mshelet. Për gjihadit, kur të sosën mshelet nuk ka thonë. Për njerës të namazit, kur të sosën mshelet nuk ka thonë. Për derën e ative gjennetlive, që ka do të hinë me sebep ninimit në gjennet, tha hinë vetëm ato. Kur të sosën ato shka kanë ninu, tha Allahu Gjelle Gjelalu këtë dere mshelmo. Pse kështu a thu? Me vlerë kanë në matë mëdhajt pra. Me vlerë kanë në matë mëdhajt. Pas kanë bo gjihadin e madhë, e kanë lanë bukën edhe ujtë, i kanë lanë epshët, i kanë mutu vesht me pamuk mës me ngu pa lidhën Ramazan, e kanë zaptu gunë edhe gojën mës me fol pa lidhën Ramazan, i kanë lanë shka ka gjuna dhe negativ kejtë komplet, ju kanë thonë lam të mirë se jemi një nushëm. Urnoni, usosën, shele me lajqeve, shele këtë dirmo, se ato qërë në thinë qëra ka. Abu Bakri, radiallahu ta'ala anhu, ai khalifja i par, ai jeri ma i madh, mas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasul Allah, bi abi anta wa ummi, fa në vend nonës edhe të babës të kam. Fa athua ka njeri, të cilin me lajkët e Allahu të thirën ditën e kiametit me hinë gjennet, në përkejt të dirë, dhe me këhin ka të dush. Fa nam, ka ja Eba Bakr, wa argju an të kune an të minhum, unë kam dëshirën edhe lusë Allahun që ti tishe pjative. Dhe ka arë njoni para gjennetit edhe që tash Allahu Gjelle Gjelalu i thot, hina ma ka dushin. Tha po ka e lusë Allahun që ti tishe prej këtive. Edhe unë e lusë Allahun Gjelle Gjelalu prej kësaj kursie që neve të naban prej ative që ditën e kiametit na i pët viza me hinë gjennet për cëllës derë na të dojmë. Kujdes. Kujdes gjematin dërshëm. Kujdes. A që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ditë namaz sabajt, edhe shokët e ti, mas e kanë bitis namazën e sabajt, e kanë pas sunnet, regull e kanë pas, me nejt në gjami pak. Çfarë rregulli? E falshin sabajt, heshin në përshpia, edhe dilshin të krah. Mas një kohë pak, mbledhshin në gjami. Kur ardhën të shpijave në gjami, Rasulullah a.s. i ka pyet shok, që si ju që qeni në gjami që tash? Tha, men minkumul jawma asbaha saima. A ka dhe një për juve që e ka zbarë dhita sot një nushëm? Tha, Abu Bakri ene ja Rasulallah, tha une. Tha, wa men minkumul jawma salla salat e lejl. Kush a falë natën për juve a ka dikush? Tha, Abu Bakri une ja Rasulallah. Tha, wa men minkum të sabdeka ala miskin. Tha, ka dikush për juve që e ka një mudi kanë sot me dinar? Tha, une ja Rasulallah të arën sabat e filoni këtheva në diri alash do pare. Tha, wa men minkum al-yawma aada maridan. A ka dikush për juve sot që e ka vizitu dë një smut? Tha, une ja Rasulallah Kabi ishte i smut sot parën sabahin e pash. Tha, wa men minkum al-yawma shay'a janazatan. A ka dikush për juve sot që e ka falë një gjenazë? Tha, Abu Bakri ane ja Rasulallah, për ju vesë që ta është pra.
A është me rënë që ki njeri ta ketë vizën e lejum gjenet me hipi këtë dirve? O normal, normal. Sadak po une, një nushëm po une, gjenazën po une, atë smutin me po une, e hes pra, po normal. Allahin Kurani Kerim, gjematin dërshëm, në gjuzin 30, ajetin e fundit, në suratul Fajr, për këtë burë ka thonë. Wala saufa yarda. Shtu ka thonë Kurani Kerim. Wala saufa yarda. Suratul Lejl. Qa? Thanë sahabët, ja Rasul Allah, e dim që ki ajet ka zbrit për Ebu Bakrin. E dim që ki ajet ka zbrit për Ebu Bakrin. Ama kjo wala saufa yarda, tha Zoti, nesër, ki Ebu Bakrin muë do tjetë i bom razi i knaqën. Kjo shka ka kuptimin. Tha Rasulullah a.s. Kur dalmi para Allahu Gjelle Gjelaluhu, pita Ademi, e deri të imrami njeri, i pari njeri ashtë që me lachet, e therrin me dal prej vore, tha une. Kire veshin që ka shtë të bajnë gjenaz me tarë, që ka të në stazen, dera kur dilësh, që ka mëse fola asë një gjerëm hit, tha, kur dalm i awal men të në shakkull ardu ana, të parit njeri që do t'i qahat vori, me dal para Allahu Gjelle Gjelalu, tha jamunë. Wa awalu men jatruku babel gjenneti ana, wala fakhr. Tha dhe i pari njeri që e re derën e gjennetit me himrena, tha jamunë. I diti ashe babakri. I diti njeri. Kanë thonë disa ulema, Hazdi Nuhi, a.s. Rasulullah a.s. ka thonë me një hadis, unë e hinë gjennet i pari, Ebu Bakri, hi mas muë më një herë. Po vlazni, po. Hinë mas Rasulullah a.s. Se Zotin Kurani Kerim ka thonë për këtë, në suratul Lejl, vëse ju gjennebuha l'atqa alladhi yu'ti ma lehu jetezekka, wa ma li ahadin indehu min ni'metin tujza. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Tha kje e morë mallin e vetë me ne të lëfshini për shpije, ja ka prunë Rasulullahi a.s. Tha vazhdoje këtë dinja Muhammed. Tha shka i lave familjes hiq Allahun edhe Muhammedin a.s. Me vazhdu këtë din. Me mri ki islam të riktu të në gjamiën to. Me mri edhe halion me majt këtë din edhe me spjegu këtë islam sot në të notat shenjta këtu. Që të bura ishin shkakt, wala se ufa jarda. Kur t'je Muhammed Mustafa e në gjennet e mu bëkri masati më njërë. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, wala se ufa jarda. Ki njeri do t'jetë muë, shumë i knaqë, unë do t'a knaqë ke, do t'a baj razi nesër. Ma min abdin jasumu jaumen fi sabilillah, illa ba'd Allahu bidhalika l'jaum, abdehu anin nari 70 kharifan. Njoni prej juve tha që në një ditë sot kësaj këti muj, një për një ditë këti muj që një nën 70 vjeshta, do me thonë 70 vjetë Allahu Gjelle Gjelaluhu e largon prej zjarmit gjehnemit. Me një ditë 70 vjetë ullë, një njeri me hesë në kom 70 vjetë, sa shkon largë? Hispanal me hesë 70 vjetë shumë largë më rinë. Tha një ditë e Ramazanit të cilën e një robë, i Allahu Gjelle Gjelaluhu, sa 70 vetë sa hes një njerin kom, ashtë Allahu Gjelle Gjelaluhu e largon prej gjehnemit largë. E me sa kështu me 12 orë ditave dimnit. Me 12 orë ditave dimnit. Me revesh sa e mi të rinushti, bashkë të manë për uzeme në hongër bukë në darkë. Qaqë mi të rinu, bashkë për në venë mirë. Kurse verës i kishme do halë qera. Verës i kishme do halë qera. Verës qumit për gjumit, mas ati gjumit si firit më njëherë, jo mirë. E dalmja prej pragut ishte shumë e rrezikshme, për pragit sabajt më njëherë, shumë e rrezikshme. Mas asaj u dashke me kap shatin, a gje ku kalën, a gje ku ndhen trut shumë, a gje ku mushknia e njerit ka problem shumë. A thu Allahu Gjelle Gjelaluhu, me një dit dimni sa hetët, 70 vetë për në largojke prej zarmi gjehnemit, e me njasi dita a thu, Allahu e ka vendos me në qunë gjennet bura. Allahu Gjelle Gjelaluhu besimtartë e islamit e ka vendos në gjennet mishti. Dhe qka po lip për neve? Po lip pak gajret, po lip pak me u freskuna, po lip na me qenë në qef kur të vene kimu i Ramazanit.
Po lip me qenë gëzum, me qenë në kom, me qenë trazut në asbashku, me ja përhar një qetrit, minimu një qetrit, me i këshirë fukarat pak në këtë Ramazan, kur s'ka sifir, kur s'ka iftar, me pas kujdes, mos e ka dhe këtë problem dikush në katon elbet. E kemi kejt bërgjë para Allahu Gjelle Gjelaluhu me analizu këtë punë. Ne që po qomin sifir po hame dhe niftar, mos e ka dikush këtë problem në katon se ka këtë punë në regull. Edhe ato iftarat e tonë, edhe ato sifirat e tonë, si janë regull të ne. El muslimuna ka asnan il mesht. Muslimanët janë se dham të ekranit. Muslimanët janë se dham të ekranit, kejtë barabart. Yes'a li dhimmetihim ednahum. Ma i vogli prej ative, kujdeset për punën më të madhe prej ative. Kujdes, kush ka e ka ngatë. Idha jaa Ramadan, غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين. Ka thonë, kur të vene muj Ramazarin mbyllën dirë të gjahenemit. Ska gjahenem. Në këtë muj ska gjahenem. Ashtë mbyllë. Wa futtihat abuabul janna. Janë qelë dirë të gjennetit. Shka ka ki hadis kuptimin? A thu. Dhazni, mos me ndërni se gjahenemi ka dirë, ashtë realitet. Gjahenemi ka dirë, o gjenneti ka dirë. Kuran ka ajete shumë. Jo janë mshele, ju ka nuk uji për masë. Ju ka nu që vija, jo kështu. Po, ashtë bo let shumë që muslimoni mos të banë gjunaj cili e qonë gjahnem. Janë qelë dirë të gjennetit, ju ka dhonë mundësia muslimonit me pak me u bo hazër me hi. Në përmet Ramazanit, pika janë dhonë këto mundësi. A thonë vë sofidet i sheatin, janë lidhë shejtanat në këtë Ramazan. E kjo nga vërtet, s'ka shejtan zgjidhë mo. Një mu ishti, 30 ditë gjemot, s'ka shejtan zgjidhëm. Kejt shejtanat janë lidhë. Vesh një grup ka me të zgjidhme. Ajo grupa që ashtë zgjidhë, ashtë e cekme në Kur'an. Në suretun Nas, imrami ajet. E thonë, min e lëgjinë në pion Nas, shejtanat janë disoj, di familje, di gjinjëse janë, prej gjinëve edhe prej kuj, prej insanve. Që ato shka janë të gjinëve janë këtë lidhë, sëllë kanë me zgjidhë. Ato shka janë për damazlëkit tonë, ato janë zgjidhë, ja, shifni se zgjidhë janë. Ato janë zgjidhë, që për midis shërit e rifi për pi cigara në Ramazan. Shkonë në kafish që është i njaj, si Ramazan. Ki shejtan a zgjidhë, a zgjidhë. E zgjidhë, na së mbithojmë këti lidhë, ki zgjidhë. E pra, në këtë muj, mos o tutni, pi e gjinëve, shejtanave e gjinë, mos kini gajle. Lije për bandere, Allah jem, shka ki mu tut. Pi kujt kini tut shtin këtë muj. Pi ative shejtanëve shkenë prej damazlëkit tonë. Pi ative ta kini frikën se edhe në Ramazan prej ative mundët me jullnodhë belaja. Zgjidhë, shka mi po? Njone e ka bo me në qardak, ja ka hek qardakit vetë par mok kejt. Ashtë bo qardak pa par mok. Edhe kishe kujdes se aja t'jep zorti e pinal, ja be vetë. Njone në pëqitive. Shejtoni insana shumë i rezikshëm. Qëpë sa i rëzikshëm? Allah i para shejtonin shka e gjinë ka thonë thuj, a'udhu billahi minash shejtanir rajim. Jes te'nes. Ka thonë, a i hik largë prej tije mo. A i mo s'ka pun me tije. Se ti shka ke thonë këtu? Ke thonë zot, mbrom prej shejtonit e gjinë. Ke thonë këtu? Shka ke thonë për shejtonin shka e insana? Shka ke thonë? Për shejtonin shka e njeri, shka? Për atë shka në gjinë e thave, udhu billahi në shejtanir rajim. Për këtë, shka ke thonë për këta? Këtia, di shka ke thonë? E ki selamin zot ndarë këse e ka moqën e Ramazanit. E ki selamin zot në qelime. Qështu ke thonë për këta? Kjera shumë i rezikshëm. Këtia ki që davetije, nja ki që thirjen me vlut me ta. Kjo të lashja e modhe, për këti duhet me këta duhet me pas mjeshtri dveçanta me jetu. E ku mi morë hoxha të mjeshtri? Ku ti morim? Ku të mësomina? Ha, e di ku të mësosh? Për bombën atomike, kur ishte dërgjava ati titës, ku mësojshin gjemoti? Vi keni major të shkolla a gje, hajde me mësu dim në kutinjen. Kejt katuni me shku me mësu dim në kutinjen.
Hajde me shku me mësu atropin si reta shka. Kejt katuni me shku me mësu atropinin shka. Sungishin ato dëshin me nabon djetartë më dhoj. E soshin burat dhja. Ku i vike reni të ne? Grave. Me shku gratë me mësu që shme i lidhë me zavoj gjinën. Se po bëhat dhe hakarat po bëhat e kush i lidhë gjinë. A pave ku mëson? Shtja po ki gjevë ku më mëson? Kur, sa po do pra? Shka janë ki këto? Shka janë këto ligjeratat në zeta? Shka janë këto munde a thu këtu? Shka janë ki Ramazan ka që i malë shina ka të razu kejve në kom? Ki këtë mi, këto të mira i ka. Ramazanin me ninu. Nasihat me ngu, namazin me fal, zikër me bo, me vlajn mu pa 5 herë në dite në gjami, me apërhaj Ramazanin, me shku me trazu në sifir, kur qosh si ta shifër se ku ishje e ka la më në mbyllën. Shko të shpia, dhe më nërë, ej, alo, a u fështë erdu, që në kam, herif, se i mësak, trazoje, ku ishje, në rinë kam, ku ishje në trazoje ti, ki mujë që të puni ka, në këtë mujë pika 1 milion anëve më levti, se vapen gjennet me hi. Pse? Kej trazut, kur so kak. Tërë gjemot, veç zoti që e ka bo me dil drit, sa i përket insanve shkret o bura, sa ti tet, robi gjall, kur kushit, e me ardh ato qertë, nash ka po livdomi se ne ja bojmë, tërë dunjon me ardh dikush këtu, e me ardh dhe me tja nis me ren, pin fund katunit, e me na bo horë o bura të rrit morin vesh në agjenat. Sa ti tet, kur kush, insani, kimi hongër si firde? Shka imi të boshti? Imi të ninua, po? Imi të ninua ma, imi të gjimu. E ninimi edhe gjimimi nuk shkojnë bashk. E ninimi edhe gjimim nuk shkojnë bashk. E dini shka ka thonë një për ulemove, gjemot? Një për ulemove ka thonë Ramazan, ashtë mirë, piktive ulemove shumë të mëdhajt hershëm, ashtë mirë ka thonë me i punu do punë, që të lodhin pak tani se e lodhë. Njoni ka thonë për ulemove, një njeri i cili ditën e Ramazanit, hasni pak të para, hasni pak se shti nuk ka ku, hasni alo, kur ta marojme edhe një gjarë, që kalzoj se veni ashtë bon hazër në katon. Një prej muslimanve ka falë 500 metre vend për gjamin katon tonë këtë vit. Inshallah në atë vend gjamia Allah, gjëshpia Allah, shpejt e shpejt ndërtohë. Se kemi na vend edhe për agjet gjinë edhe për ka kemi, për 5 gjamia kemi gjemot. Ta keni me dije se në katon plot njerëz nuk dalin gjami mu falë se kalabalëk. Edhe këtë ta keni nërmen. Inshallah edhe për ato bojnë ven. Ka thonë një prej ulemove, se një njeri me uqut ditën e Ramazanit, edhe me hulumtu të shpia. Unë për spjegoj këta vlaznja, ma unë s'jam si kitë më falni, unë për spjegoj shka ka thonë. E thonë me uqu njoni për juve ditën e Ramazanit, edhe me hulumtu në shpi mrena, edhe jashtë të shpijes, anë shpjala për nduqan edhe në pazar, shka ta froj diska për iftar interesant, ka thonë, kutibet alejhi khatia, një gjuna në fletën e ti ju ka shkrujt. Këtë hadis se kemi spjegum do këtë dënjarë për para. Për këti hadisi tutët gjemati jonë. Thot qish, me shku nduqan me ble për iftar gjuna, shkruota, unë e thash, unë s'po thëmë kur gjonë, po thëmë ka thonë një prej ulemove, i cili Ramazanin e ka rinu ndrishe, e ka rinu jo si na, që e ka rinu? A që unë si firë, si ka hinu dhe gruja shfar si firi i ka pregadit, ka thonë pe bajnë jetë, me qiket shka ma fali zoti, me rinu këtë ditë sot. Ka ardhë iftari, nuk i ka interesu shfar iftari i kanë pregadit, ka thonë elhamdulillah me qiket rësk, shka e pata Allah ban më kabul. Qështu ka gjenë, e kia tutë se me thonë, pse edhe qiket se keni në sofër, mës pe ashkru zoti gjëna. Kë Ramazani shumë elemente dashura ka mrena. Ninimi, edhe unë mendoj se sante, ndoshta, eventualisht edhe në sërprama për këtë ibadet, të malë do të folim, ka shumë me fol halash ka për këta, po na do të kalojmë disa tema, do të i rafim disa tema qera, me të cilët kemi edhe ndoshta dhe një problem. Ninimi në islam dahat në 3 pjesë bura. 3 lloj ninime kemi. Ninimi i përgjithshëm, ninimi special, edhe ninimi super special. Ninimi i përgjithshëm cëllë janë? Me elon, kejt gjonat që ka në përmet gojës kalojnë në barkin e muslimonit, me ilon, kja ninimi i përgjithshëm. Kejt gjonat që ka në përmet gojës muslimonit, hinë në bark me ilon, kja ninimi i përgjithshëm. Këta në e bojnë kejt. Me këta s'kemi problem.
Se s'ham, në Ramazan ninojmë, apo? Me këtë ninimin special edhe ninimin super special i kemi disa probleme. Ninimi special shka është? Me e largu dorën, sinin veshit, edhe disa pjesë trupit tjera prej gjonave shka Zoti Gjelle Gjelalu i ka ndalu. Kja ninim special. Me i largu këto. Azat, pjesë të trupit prej haramit. Mos me prek me dorën haram. Mos me këshirë mesin haram. Rasulullah me në hadis ka thonë, an-nadharatu sahmun min sihamil iblisil mesmum. Ka thonë, shiqimi në haram është një shigjet e helmume prej shigjetave të shejtonit. E dini gjemot në këtë hadis, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për ka qëllim për të këshirën për ka? Nderin e huj. Nderin e huj me këshirë mesin të hapun. Janë do njerëz lajmëronë se janë shumë ndershëm. Kur të vinë familjen tonë, të këshirin me si të hapun. Nderin familjar, të këshirin me si të hapun. Në pazar veprojnë qështu, edhe në rrugë veprojnë qështu. E hapin sinin shumë kur të këshirin femnën. Rasulullah a.s. ka thonë, se shiqimi, nderin e huj, është një shigjet prej shigjetave të shejtonit e helmume. Kujdes. Dhe në kjo Ramazan si ndodhe, dhe në s'ka ninua njëri. Me dorë si prak është haramin Ramazan, Ramazani jot ka devalvu shumë të poshtë, ka shiben kabulin e ti. Qashtu edhe me kom edhe me disa pjesë trupi qera. Kja një nimi special. Ashtë një ninim super special. I kanë thonë saumul khususil khusus. Së dhe një nima ki, me të ninu zemra prej gjdo mendimi tjetër veç dashurijës Allahut. Edhe një herë për përsëris. Me ninu me zemër, me të ninu zemra prej gjdo mendimi tjetër jashtë dashurijës Allahut Gjelle Gjelaluhu. Do të thot, si të hije e vladi në zemrën tone, edhe ta zoje vendin e dashurijës Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk jetu një nu mirë. Si të kaloje dashuria e pasunijës në atë vendin ku Allahu Gjelle Gjelaluhu në zemrën tone e ka, si atëherë nuk ke një nu mirë pra. Jetu një nu me dishka, e me dishka si jetu një nu. Me shka jetu një nu pra? Jetu një nu me barkë, ama nuk jetu një nu me zemrë. A kush duhet me një nu Ramazan? Ramazan duhet me ninu komplet me zemër e sinjeve e shehun e goj, edhe a i shka merë erë në fërterën e kujshijes prej murit niftar, edhe a i njeri sa të ninu. Edhe a i sa të ninu. I merë erë fërterës kujshijes, edhe ninimi ati ka problemet mdoja shumë, për shkak se këta e kemi në islam rep ndalume. Ska me marë erë fërterës kujshijes. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nu. Na i bot mundën me ninu, a i qish ka qef. Na i bot mundën me ninu këtë Ramazan, na qish po e spjegojmë. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. صدق الله العظيم. Edhe njëherë gjithë besimtarëve anë man botës edhe ative që ka janë në xhami, urime viti I ri 1415. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nuhu inshallah e ban vit bereqeti, inshallah e ban vit pace, inshallah e ban vit diturie, inshallah e ban vit vllaznimi inshallah. Allahu e sjellët që ki vit jetë vit I lirive prej prangave. Allahu Gjelle Gjelaluhu inshallah e ban vit marsimin botën islame anë e mban. Në mas ligjeratës javës kalume në lidhje me hijretin, ndodhin e cila I kishte kalu gjitha ndodhit,
ndodhia e cila në botë prej fillimit edhe mbarim e ka bërë reformën më të madhe. Sot edhe disa xhumaja, inshallah, si don Zoti, do të kalojmë me një temë prej temave të cilën e kemi lanë qish vitin e kaluar me një ditë prej ditave të caktume. Ajo është tema e cila meriton diskutim, e cila meriton biseda, e cila meriton dertin e muslimanve, cila vitin e me vite edhe më mirë. Tema e mësimit, tema e diturijës, tema e arsimit. Vite me radhë në këtë kursit xhamisë i kemi kushtu kësaj teme shumë javë. I kemi kushtu shumë xhumaja. I kemi kushtu kësaj teme edhe nata Ramazani. Mirë po, këtu nuk ka shpytja. Pyetja atë që tërkon. Mas kejt këtive fjalëve, mas kejt këtive punëve, sa kemi ndryshu na? Problemin këtu e kemi. Sa kemi bo na ma mirë? Një smut në shtratin e smundjes ati ju kanë afru me qindra barna, e kanë shiqu lloj mjek, e kanë vizitu edhe ato më të mirë. Mirë po, ai s'ka ndryshu prej problemit vetë as pak. Ai po vend duke u smu ma shumë. Ata një ditë për ditëve dojnë me okupu, dojnë me bloku dhimta. Halli, intervenimet e shpejta, la të gjdi, arabë thojnë, pa dobi. Ato të rjedhshmet në rjedhjen ditore, receptet, shkrimet, barnat e mrenshëm, edhe ato të jashtëm, kejt e kodë. A thu, qka duhet ndërmarë? Val, dhe një operacion radikal të ma, me marë briskin dorë, edhe me hek copa prej njeriut, duhet me shfridzu momentin e fundit, duhet me shfridzu pikën e fundit para briskit. Ajo duhet me metë në këtë jetë me fundit. Tema për të cilin në do të flasim sot, edhe javët e arshme ndoshta, është tema në lidhje me arsimin e auditorin. Më njëherë, sa s'kemi shku ma poshtë, e bajshin me shnet një kritikin intelektualet, e bajshin me shnet këtë kritik se ju ban taman për kame, jo për që të sen, po me vesh taman ju ban, as e modhes ju ven, as e vogël. Ashtë me rëndësi shumë se kur kanë dëshirë njerëz dhe tonë me di që ka thot feja për një punë shumë me rëndësi, prej të cilës populli fiton edhe ngritët, kanë qef me morë mendimin e intelektualit fetar të shofim që ka po thot. Kanë qef. Na s'kemi kundër, ne të kenë qef. Allah i qefi një avshto. Mirë po, në islam gjonat rrjedhin këtë ndryshe, jo në këtë kontekst. Në islam rrjedhin gjonat me një kontekst tjetër. Si për shembull, duhet ai intelektual, ai njeri që ka qef me di që rrjedhin gjonat në islam, me hin rrjedhje. Me shku me morën mendimin e njonit që ka thot ai, edhe veç mendimin e ati me ndëgju, do me thonë, njoni e ka me rak sportin shumë. Shumë e ka me rak fuzbal me këshirë. E qatë me rakin e vetë do me mush, kur të vene njoni për stadionit mi kalzu. Që shke a gjemrena në stadion? Aj një mleqi, këti di mleqit, aj di mleqi, këti një mleqit, të në njoni për jashtë, a shku në murën, e prunën ato për mrena e ashtinën, e ki gjashtja ati peshës, e majsë brami qështu mi kalzu, e ki mu knaqë. Unë po pysë, a qështu ki knaqët ma mirë, a ka metodë ma për sa afrë me mu knaqë? Qka duhet me bajë? Duhet stadion me shku me hi, duhet aj me shku me pa me si që ka pëndodhë. A thu për intelektualet ki shembol mësa i komplikum shumë? Jo, kësa shumë i komplikum. Kja shembol shumë i thjesht. Qka duhet me bo pra? Duhet me i përvel kratë. Kejt njerës të arsimit duhet me i përvel kratë. Edhe mi i dalë qarapat,
me marë abdes sot, mjeku, inxhinjeri, doktori, polici, ani polici. Ai polici duhet mi dath ato çizmet që shti me gjithë uniform, me artë e shatërmani xhamies, edhe atë kuburën shok, atë fego me melan që gjithi kur ke ka venin, kur kon heq, e me ardhë në safë xhamies me falë namazin e gjumos. Shka prit ai që s'ven me falë namazin? Çka po do me thonë ai që s'ven me falë namazin e gjumos atu? Që tash mësusi, jo mësusi, ai mjeku, ai qetri, e kanë kohën mo. Kej ditët e jos kanë kalu, kanë ardhë ditët e pozërën. Çka prit mo? A mos po do elbet mo arsjetu me dënisen? A i zabiti ushtrijës si mos jetë mrena në kazermë, a gjë mrena si mos jetë në kazermë në vatë e shpia, shti ku duhet me shkuaj? Duhet me shku në xhamin me falë gjumon, apo? Shumë mirë. Pse pra, po ju pëlqen shumë mirë çka kishtë thonë filan njeri, shumë kishtë thonë mirë për punën e vllaznillëkit për shembull. Për punën e tregtisë për shembull, Islami, feja, shka po thojke, shumë interesant. Po hasë dhe këshirë shka po thot, ajo a veç një orë thota, ajo a veç një minut thota, ajo a veç një mazdarke thota, ajo thot gjithmonë mirë. Islami nas një pik jetësore nuk thot keq, aja është din, i cili e ka përfshin këtë dunjo këtu nashka jemi edhe ahiretit. A i s'kalon gjapa fol për ta, edhe leqi s'kalon gjapa fol, po se ka bo vetëm fjalë, po e ka bo dituri, e ka përfundu, i ka dhonë formulën më të pastër që qetri s'din mi avon. Çka duhet mi bo këti dini? Duhet me përqafu, duhet me hes mas këti. Unë ne çuditemi, rrim e mendohemi me intelektualet e popullit anemon, ka jemi, sa jemi aq. Allah në Kurani Kerim i ka dasht, i ka ngrit, i ka rrit, ka thonë inne fi dhalike le ajatin lil alimin, ka thonë ki din është din i njerëzve shkollu. Kjo fe nuk e do njerin e pashkollu, se do njerin e pashkollu. Ki din është fe e njerëzve shkollu për shkak se ato më përzdrejti këtë fe e kuptojnë. Ku janë ashtu? Nuk kanë regull me lavdrupi për jashta. Njoni anal në rrugë, e ka pa një arë bëstan të melme, i thojnë një katonar që gur, qështu i thojnë bëstanit në katon gur. Gur do me thonë, shumë bëstan kishte, shumë lubunica kishte. E anal për ja livdon shien e bëstanit pi mrena njonit, pi në rrugë, a përqa qatë lubunicët e në qërshka, me shku mrena, me prek, me re, me vstrus, me pre, kur ta prejsh, kur ta dajsh, kur ta hajsh, e kur ti qitë shkorët e shpuze, shkume, brime, shka mos, ama s'peja këpuz një. Sa i ka bon sa i që ti? Shfa, a i ka bon derë që ti? Shka si ka kalzu i shkretit? Shka si ka thonë, ama punën kryesore se ka bon. Edhe a i qetri që po ndëgjon, a i shkreti po ndëgjon, shfar bostani ka ki mrena, a knaq të ndëgju, ama të lën punë se ka bon. Vijen se ka këci, mrena du të me hi, mrena briskin du të me morë, këtu du të me arë mrena, këtu du të me arë operacion mu bo, këtu du të me arë me pa drejt për zdrejti ki islam që ka flet, ki dinion që ka thot, drejt për zdrejti. Unë mendoj se a bo. Allah në Kurani Kerim, për këto fjalë drejta shka i tham na, thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh lam yahtadu bihi fasayakuluna hadha ifkun qadim. Allah në Kur'an thot, janë disa njerëz të cilët kur s'ju pëlqen ative e vërteta, pse dojnë me jetu në borën e të pavërtetave, ata arsien e vetë e gjojnë në fjalin hadha ifkun qadim. Kjo sa për një mash ka për dhët hoxha, ashtë biftani moqëm, edhe moti kanë folë kështu, ashtë kjo e vetër, ka rjell prej kohave të lashta, moti e kanë thonë edhe qertë këta. Pse thojnë kështu? Vetëm se ashe islamit për qatë thojnë. Kemi hasë njerëz shkollu, njerëz të marën vesh, njerëz të lexuam shumë. Ja kemi spjegu dhe një fjali mas të cilës i ka qitë goja langë. Kur ka thonë kësi fjalit ndërtume me kaq pasurit mloja s'kemi ndëgju? Shumë lakmi e modhe, me smrami na, kemi pak shërë na o gjallar. I kemi thonë Allah i ka thonë në Kurani Kerim. Në Kuran është kjo. Dhe me thonë, ifkun qadim,
Kjo kanë apjative të moqmeve, apo? Deri sa se diti i marrumi se kjo ka e Kurani Kerimit, ka shumë interesant. Kur tham në Kurana kjo, po, fe ka gjonat mira, ka në fe. Në fe ka të mira, dhe ati ka të mira, ka dishka ati. Ka dhe ati dishka ka me vetë. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الله جل جلاله القرآن الكريم كثون. Libri e shenjtë Kurani i Kerimit jam kemi zbrit njerëzve të cilët kanë iman të besojnë edhe e lexojnë lexim të vërtet. Çka do të thonë lexojnë lexim të vërtet? E lexojnë lexim me mbikëqyrje të thellë për ta kuptuar çka kanë ta mrena me bë punë. Ulaika yu'minuna bihi, çto janë musliman, çto janë besimtar. Çka do me thonë me lexu Kurani Kerimin lexim të shëndosh, lexim të vërtet, siç e don Allahu xhalla xhelaluhu. Do të thot me arrit të gjithë së bashku në atë çka po e mësojmë me punu, prej kejt punëve çka na ka largu Allahu xhalla xhelaluhu me ilon. Çik janë lexim i vërtet. Nuk ka fjala të leximi me tajvid, a janë çetër sen, nuk ka fjala të leximi fjalë me lon, fjalë me lexu, a janë çetër sen, po me arrit deri te frytet fjalëve me të cilët Allahu xhalla xhelaluhu këtë Kur'an e ka ndërtu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Ka thonë thuja Muhammed se të barabart nuk janë në këtë din, ato çka din edhe ato çka nuk din. Wama yastawi adh-dhulumatu wan-nur, nuk janë barabart të errësina edhe drita, wala adh-dhillu wala al-harur, nuk janë barabart ato çka rrin zhek sot ato në rrije, nuk janë barabart ato çka janë kafiç edhe ato çka janë në xhami. Kallzoju se nuk janë të barabart ato çka janë ul para dikuj me mësu edhe ato çka janë ul para dikuj me tradhtu. Kallzoju se këto s'janë barabart, wala al-ahya'u wala al-amwat, thuju s'janë barabart vdekurit edhe ato çka janë gjallë. Kallzoju. Pra, me këto ajete, çka ka dashur me na kallzu Kurani i Kerimit? Don të na thot se njerëzit në këtë botë do në di grupe. Njerëzit në këtë botë dan në di grupe. Në ahiret mu të njëjtën. Farikun fil janna wa farikun fis sa'ir. Një grupë në xhennet, një në xhenem. A ka qira mo? S'ka. Edhe në këtë botë njerëzit dan në di grupe. Ju thojnë Hilexhit ju thojnë. Njerëz e anës majt edhe njerëz të anës gjallë. Këto në gjuhën tataristike e dhojnë desniqari edhe leviqari. Na majtista edhe gjathista. Ha. Shimal wa yamin. Kanë kujtu njerëzit e tonë, qish herët kanë kujtu se e kanë mislat. E kanë mendu fjallën gjastit edhe të majtit në shkencëtarët evropian, sukur për shembull Marksi, Ngelsi, Stalini, Lenini, ai qetri, ky e di unë çishit Pallangozi, këto i kanë mislat se efte, demek, i kanë mendu do të gjatë desnica edhe levica. Jo, vllavi jam. Këto janë di fjalë të vjedhuna. Këto janë di fjalë të vjedhuna prej Kurani Kerimit me emnu njoni grupën e vetë. Me emnu njoni grupën e vetë e me jashit dikuj në pazar gjathin e vjedhun prej katës ati. Ja, Allah në Kurani Kerim ka thonë Bismillahirrahmanirrahim. Ashabu shimal. Wa ma adraka ma ashabu shimal. Ashabu l-majmana. Wa ma adraka ma ashabu l-majmana. E thonë ona djath, edhe djathit, edhe të majtit, a keni qef me dit, ka thonë kush janë këto, Zoti qartë ka spjegu në Kurani Kerim, kush janë levica edhe kush janë desnica. Të na qështi, levica këto shka mendojnë pa din, desnica këto shka mendojnë me shka, do pa din, do pa fe. Qështu, njëna palë pa din, qetra pa fe. Jo, Allahu Gjelle Gjelaluhu me ajet prej qilit 7 në ka kallëzu kush janë të majtit. Ka thonë, i majt, janë regullin, dëgjoje, shënoje, mere, mësoje, shtinë në gjep,
mere me veti, gjallit, nipit, sokak ati qetri, spjegoja, thu, gabim, qa kishmi bona kështu? Kusha ka Ataturki, është desnic. Kusha ka Naseri, është levic. Kusha ka Mussolini, është rednjist. Qka jemë në të shkupom? Kush janë këto? Kush janë këto? Inshallah, kush do të dali këto bura? Me një fjalë, jehud. Këto janë jehudët, edhe u kri, qka kje pun? A jehudi për të mu po? E janë gjami natë kalzojmë kush janë levicartë, kush janë desnicës edhe të levicës. Hacka, Bismillahirrahmanirrahim. Të majtit janë ato, të cilët lindin edhe jetë shkollohen, jetojnë edhe punojnë veç për veti. E mësove kush janë levicartë? Kejt jetën e hargjojnë për interesin personal të vetin, veç për veti me ndonë. Kur shkoje mu bo hoqë, që për shka shkonë? Ka hoqë leviqarë, ka hoqë janë nësmajtë, që pse shkonë me mësu? Valla, po ka i të hare prej. Ti këshiri o gjallarë njerë, interesant i shofë, i këshiri këtë me kera. Ka këtu, ka pare këtu. Pra gjallis ti ku me qumë? Du të me bo hoqë, apo? Mësë banaj gare, 50 miliard një me vlët. Kjo nuk kanë lojnë, një të shku me në sinet, 50 miliard, më njëherë. A ma historin shapo maron drasa, edhe shpia, 10 mark ditën, interesant. Përshe, edhe njëherë ki ma shtrejnë. Pra gjallin ku me qu? Hoqë me bon. Kja është majtist ki, janëës majt aki. Kja i shmajt, kja levicar, kja i levicës. Njëri shkon mu bo mjek, medicinën me mësu, lëndë, për të cilin Allahu Gjelle Gjelalu na ka eduku në përmet islamit, se në të vend ku s'ka njerëz shka miren me këtë lëndë, me lëndën e medicinës, kur kush nuk e studion, ka thonë, ikni pjati. S'ka hajt. S'ka hajt. Jo ashtu do të zhdukni kadal. Ashtu nuk do t'jet një kadal. Ik barëm sa je i shnosh. Sa i ki kont lagja, ku s'ka mjek, s'ka jetë. Njerëz kur kush matematikën se di, kur kush hesapin se di, ik pjati, ik se kur not pa hesap s'ka jetë, pa kalem, pa numra ku jetot, nuk ka jetë ati. Qka do të thot? Nuk registrohet gjon atë men, ku nuk registrohet gjon, s'ka bërë qëtë, ik. Ama njën i shkon me u bo doktor, me punu Londën, në mesin e popullit, ama maj smrami qëllimin e ka se mjekët e kishin standardin më të lartë, levicë. I majtë për veti, inxinjeri për veti, hoxha për veti, hafëzi për veti, muezini për veti, deri sa këto njerëz, këto gjona ti orientojnë edhe të punojnë për hesapin e vetë sa ju beative mirë kejt leviqarja. Kush janë gjastit atu? Ashabul Maimana. Allah në Kurani Kerim për këto ka thonë, As-sabikun, ulaika al-muqarrabun. Ka thonë këto janë ato që kanë kalu çdo të mirë. Këto janë ato të cilës çdo të mirës më miri kanë numën tepër. Këto janë më të afërmit të unë. Këto tonës gjatë. Këto s'punojnë për veti. Këto janë ato shka e shkrin vetën për tjerë. Cito janë ato shka e shkrin vetën për tjerë. E harrojnë vetën për miletin e vetë. E harrojnë vetën për vatonin e vetë. E harrojnë vetën për shoqënien që jetojnë, për mesin që jetojnë. E harrojnë vetën për nxënësin e vetë. E harrojnë vetën për pacientin e vetë. E harrojnë vetën për shkollën e vetë, për zirën e vetë. Ati çati rri, çati bun. Këto janë rrallë. E këto Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, këto janë afërmit e mi, këto mas shumë t'i pikej vindu. Inshallah, Allah i Gjelle Gjelaluhu mas në bo prej asaj grupe që jetojmë, mësojmë edhe punojmë për veti. Një poet i madh, islam, ka thonë, men jeku dhu femin murrin vë maridin, يجد مرا به الماء الزلالة. Çato njerëz të cilët e kanë gjuhën e smut, ato njerëz të cilët e kanë gjuhën e smut, shpesh herë gjuha
e ative nuk javdon edhe ujin më të freskët me pi. Kush i ka fajet, a thumë? A uji i burimit, i malit, a i ka fajet, a gjua i ka fajet? Jo, gjua i ka fajet, mutlak. Një qetër poet, Islam, ka thonë, kad junkiru lisanu l'ma min saqamin, shumë herë gjua e banin qarë ujin e pasër, për shkak se vetë i ka fajet. Qa do të thotë? Ne, kur smuemi vetë dë një herë, e vërteta nuk në ban të aman. Interesant. Kur smuemi na, fjalët e Allahu Gjelle Gjelaluhu në vinë tjesta. Fjalët e Rasulullahi a.s. në dokën të vjetra, a fajet kush i ka? Ne i kemi fajet. Nuk kemi kalu në ambulantën e shërimit. A ambulanta e shërimit është numër 1 xhamia, mas numrit 1 shkollat të cilët duhet me indjek, rinia, çunat, shkollën të cilën duhet ja ndjekin çunat e tonë, edhe a gjejan vendet e përmirësimit me kusht që a gjetë mbi sundon edukata. Me kusht që a gjetë mbi sundon edukata islame edhe të mësohet në atë shkollë halal edhe harami. Për shkak se shkolla e cila në te nuk mësohet halal edhe haram, shkolla e cila në te hoxha nuk kalon me normat islame, në trunin e ative fëmijëve që unxhën bank, prej asaj shkolle do të ketë vetëm pak dobi. A dobita asaj shkolle pa islam të mrena, pa edukat islame, janë shumë të njohura. Cëllët janë ato? Dinjoni pineve me zgat penin për mimur. Ma mirë se aj qetri shka s'ka shku në shkollë për atë punë. Dinjoni prej neve zhivën me këshirë mirë. Dinjoni prej neve bujësin me punu shumë mirë për pjasa i shkolle, si të këtë dalë, të asaj lamije, shumë regull. Dinjoni prej neve me maru një pend edhe një tunel, një ur, një tren, një tramvaj, një kompjuter, një televizor, një digitron, një aparat, një satelit, një challenger, një shka do, se aja të punë e kabitis. Mirë po, dobit e kësaj janë shumë të shkurta. Dobit e kësaj e ka një jetën e shkurt. Sa e ka një jetën e shkurt, a thu? 22 sekunda, mas i ta lishoj e tokër. A ndodhe? A ka ndodhe? A i fa challengjeri mas i lishoj tokën mas sa sekundave plasin ajë. 22 sekunda. A i pave dobit sa zgatin të kësaj të mësimit pa Allah, a i pave sa janë shkurta. Anglezët e kanë maruat fe anijes për jati bashmiremnin që ka pas po kresore kejtë e arin. Altan, cëlla anija, shumë e modhe, kejtë altan. Më i smrami mo, kër e kanë bitisa dit, e kanë bo një fest të tatashme, që se ka bo mo kushi. Mere vesh, 100 milion para Macedonie mastraf. Shumë mastraf i ma. Nesrit, a dit, as për e maj men bashmirë, që ajo anije a fundos. A fundos, edhe sot e ma dita në fund Denizit e shkreta, kejtë altan. Njoni të shku për pet pa i mon ka plas në qila gje, që triturat e posht. Edhe a i për pet i plast, edhe a i të posht i plast. Të dit plast. Edhe njoni, edhe qetri. Pra, dobit kanën shumë të shkurta të mësimit pa Allah, të mësimit pa din. Qeshka do me thonë me mësu pa Allah? E caktoj njonin me bo operacion smutin, a i ban pazar. Kjo njajnë sur gajbicën e peshkave kër e blenë pazar. Po dhe operacion po, ama qështu dhe duhet me bo diçka. Jo, mdokët, i kini gjem, ku i ki gjem? I kini gjem filan ven, si kini gjem filan ven. Qito punë në ardhut me bo? Pse kështu a thu? Pse kështu? Pse ajo shkoll, a i carok, ku a eduku në medicin, a eduku pa emën të Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk e ka mësu në shkoll emanetin, po e ka mësu ka? Hipokratin e ka mësu. Hipokrati vetë s'ka qenë i eduku mirë. Hipokrati vetë se ka dit islamin. Hipokrati vetë nuk e ka dit halal dhe haramin. A i se ka dit shka është halal edhe shka është haram. Pra, kejt londën e medicinës në gjash fjallë të Hipokratit e ka fut edhe e ka dhonë betimin para asaj se ka me punu e që ta shune po të pes pra. Pi 1.500.000 mjekve. Gjomi një 5 shka e në Hipokratista. Gjomi një 5. Spaku për nivoje nuk i prishet qefi mjallo. Për notat në administratën e arsimit, mas notave të nga, apo do me hi mas murnave me këshirë seri. Për nota, për diploma, për nota.
Po thamë për ti në shpitone, po foli për rruzullin toksor në përgjithësi. Se kështu, njerëzit nuk janë, njerëzit po e dojnë arsimin, njerëzit po dojnë me qenë të arsimum, njerëzit po dojnë diplomat larta, ama edukat islame në diplom, si mos ketë, nuk ka diplom njeriu ajo. Nuk ka diplom njeriu. Halalin edhe haramin, ai si mos ta njofe, si mos ta di, çka tu bë kur ti kërkoje babës djalit 50 mark pinjishit me kalun dish. Këtë si mos ta di, ai njeri në arsim s'ka shkalip. Këto shkolla edhe mu mshel sprish punë. Edhe mu mshel sprish punë hiç, për shkak se është bë ma keq. Është bë ma keq se çka ka qenë para se mësor. Kjo njajt, kur një njeri me u bo hoxh, e me hip në kursi, me spjegut kundër të në islamit, me thonë për shembull, edhe që këtë gjumo bura sot, po e falim mo nashtë. Ja qështu, edhe që këtë gjumo po e falim mo nashtë. A për qërat gjumo e të dini, se imi mledh na u të mo të kejt, kimi majt një mledhje, se gjumo e mo pishtë një tane sa farë, si duni me falë, valla, hani, ajo mos ka gjumo, po, si duni me falë, u duni kejve neve, ka një 100 mark me na i dhonë, në apajap qelmi dhe në gjamirë. Që këtë punë o gjallartë me e bo, që njifni punën e fesë, që njifni, këto o gjallartë që njifni a thunë. Qashtu janë edhe në fushat qera kër i bojnë këto punë, kur kalon në shfeti, kur kalon dinari me bo, kur bledh dituria me pare, kur bledh dituria në mark, kur bledh dituria në dinar. Allahu Gjelle Gjelaluhu gjahila nuk në donë. Zoti Gjelle Gjelaluhu në ka therë me shku në shkollë. Si cëllë i pineve, shka ka cullë shkollë si vetë, edhe ja ka bitis të atë veçarën. S'po aku gjemë barëm se për qikat ka muhabet në veti. Të më falni, për femnat ka diskutim në veti. Edhe për ato të diskutojmë të një ditë insha Allah. Normat e islamit në nuk i lakojmë. Për ato ka obligime në vetë. Obligime në shpinën tonë si të dojnë mu shkollu. Obligime në shpinën tonë. Ne duhet me i kri ato mu shkollu tëne. Në si bojmë ato jesin pa shkollu. Për gjemë, shka ka dikush gjallë që ja ka bitis të veçarën, edhe ashtë i sukseshëm, le turdnoje e në ta qoje gjallin në shkollë. Vetëm në t'i rije mas vetë sa i përket edukatës, për shkak se sa i përket edukatës islame e kam për qëllim, për shkak se orari i shteteve laike në rruzullin toksor, pi konferencës Londonit e Teknena, prej formimit shtetit laik, pi asaj dite e deri në këtë moment tash, në botën islame dhe në botën jo islame, është me rëndësi culli më u bo, djetari Londës, ama nuk ka me rëndësi sa edukum, sa është edukum. Këta nuk ja lip kushi, këta kush e lip pra, pi kuj po e lipim na, pi babës. Që e gjallin shkollë tu nga, biri mas, heci mas këshire shka po banë. E kam për qëllim, deri të bëhat djeta, deri ta krije për një me shkollë. I nati sa të dush, më ardë culli i shkinës, për shkolle, edhe me i thonë asaj plak, asaj fe, parët për nesër mastrafin e gjepit. E me i thonë ajo gruje, cullit vetë, ku i kije parët shka t'i dhasë sot edhe për nesër. Bleva fletore dhe pita sok. Fletore mirë që ki ble. Sok kush tha me pi? Po e pita me shok, ma e dorën. Të shpia, jo ajo shka i mëson, nona, ma e dorën. 8 shkopi me një dorë, edhe 8 në qetrin. Nesër, s'ka pare, mas nesër. Nesër s'ka pare. Sot i ki hargju edhe parat e nesër, shka ti kam dhonë 200 milion, që ta është edhe 8 shkopi, edhe nesër s'ka, mas nesër kur t'jap. Ape, si dush hargjoj. Ai kife mileti i cili nuk ka bazë, i cili nuk ka din, i cili nuk ka akhlak, kështu me vepru,
e kimi let i cili ven me fal gjumon, ballafaqohet me fjalë të Allahu xhelle xhelaluhu, edhe e çon djalin në shkollë me vullnet, punë të cilën e ka farz me bë, farz e ka me çun shkollë njëri pineve sa roke, edhe mos si ta çese pidere, ti ben tek me vet kur të vene në fund vitit me çfarë nota ka ardhur, se mo që të sen, jo se jo. Edhe prap më në fund ka qef, dëshirën e ka sa ta ti, me pas sa rokin të duku. Me pas sa rokin të dukum. Po du me ju kaldu diçka. Xhamatin ndershëm. Edhe talebët e fejës, edhe talebët e medresës shariatit, edhe ative me javleru edukatën bonë shumë të këshi, se mo jo qirë. Edhe ato të medresës, mrena shka janë, mës me junu orar, dalin shumë të këshi. Hepten dalin të këshi. Pa disiplin, edhe njeri, edhe hajvani, janë barabar. Pa disiplin, pa edukat njeri, edhe kafsha janë barabar. Du me ja vërtetu këta se janë barabar. Du me ja vërtetu se janë barabar. Unë, kur fëmiju tem, si kam folë për kur gjo. Orarin kush janë nën ati pra? Aje nën vetë, a me vërtet? Aje nën orarin e vetë. E që tash pra? Ki në gjanë, ki në baraspesh, ven me tije, si të thomë unë e tije, mene që do fletat bardha, që edhe kalemin, edhe fletorën, edhe ka fletat e bardha, meri, në e programin e shtetit. Me ushtri, policia civile, edhe me uniform, sigurimi shtetnor, ekonomia e shtetit, sistemi bankar i shtetit, kejt ujdisi ti. A më ne banë që këtë punë? A unë e të thëmë të nëse ujdis, po këshire ku burën? Mu këto. E ti janis të ne. Bismillahirrahmanirrahim. Banka duhet banka, në bank duhet në bank, pi banke duhet, te banka duhet, në bank duhet, me bodi shka se shkove këtë. Qish del që ki sistemi jota thu, qish del në fund? Letër në stradini del. Qashtu programi i carokit pa udhëheqësi, pa bab, pa non, pa kujdes, edhe a i programi ati qashtu del. Me dalë në shpi kur doje, me hinë shpi kur doje. Me folë shka të doje, edhe me punu shka të doje. Me unalë me ka të doje, me bënë shka të doje, e qështu pra. Ne e kemi formu një shoqëri, qështu qertë ne e ka imponu neve, ato qertë mas neve, shoqënien e vetë për enojnë në baza. E interesant shumë se 85% prej programit bazor të ative është programi jo. Ish pa o thirën të, është programi jo. Slavi carokit me i thonë parët e gjejt ku i lave, edhe të nërësit e pita një sokë, ma e dorë. Sti kam dhonë sokë me pi. Ti kam dhonë për që të se, nesër s'ka pare, edhe të të shkopi. Nuk ka njeri prej neve, mo mendoj se mo janë sos kejtë, që këto shka janë gjallë, ndo këtë janë një kalibër. Nuk ka njeri prej neve shka nuk ka qef me shkollu njeri ju, gjallin me shkollu, me qunë shkollë. Ska mo kësi njerë, si të ketë zate a marrë më pas mo, marrë a mu gjithë kësi njeri shka mendon, hamar ati le shkollu. Veç mendoj unë edhe për ju thëmë haptas me përgjësi para Allah, se për një me u shkollu, disa njerëz që janë të emendu fjallën shkollim, edhe kjo a marrë. Inshallah s'ma zonë për kusur, nuk ma zonë për të madhe njerëzit, me një shkollë prej shkollave të mesme, ndëgjoni bura, ndëgjoni vllazni, o besimtar të cilët keni ardhur me falë për Allah këtë namaz të madh. Në rruzullin toksor, me një vend dikun dunjo, ashtë turp me ju kalzun të cëllin vend, se me ju kalzun të cëllin vend shumë më mërzitni. Ju ven keq me ju kalzun të cëllin vend, po me në vetë privat kur dalim pijamien vesh dikush ku kebra i veni, si të ma ip një besën që s'bani fesad ju kalzoj, s'prish pun, se na e dim ku. Me një shkollë të mesme, dvajzave, femnave, muslimone, kejt, me një shkollë femnave muslimone, shkollë të mesme, a vajza të të abitisi shkollën e mesme 19 vet i bojnë. E kanë bo një statistik dikush, një organizat, një shoqata, se di unë shka është ajo, ma i smrami me ditën e diplomave,
Më falni, po du mi ishim këto mikrofonat, më s'kalojnë familje. Se ajo duhet më shkollu. 14 shekuj duhet më shkollu. Pse një herë një moshkull nuk ven mu ull me bisedu, muhabet burrash në postuqi, e thonë, ej, hoqë, shka duhet na me bon që ajo të shkollohet? O vllazni, që ki laf e ka renin sefte, që kjo fjale e ka renin sefte. Këta duhet një herë me ispari ta likvidojmë. Shka duhet unë si bab, shka duhet unë si shtet, shka duhet unë si parlament, shka duhet unë si popull, shka duhet unë si qeveri, shka duhet unë si institucion arsimi me po, që i këfem në kejt kalojnë në përbon ka, shkojmë në pa dhe ajo të baja musliman si unë ashtë, dhe ajo duhet më shkollu, me pas fakultete, me pas shkollë mes spako e fakultete, mu bo doktor shkence, kejt. Na kemi fakultetin, universitetin e Zherit në Kajro, 350.000 femna shkojnë në shkollë. 350.000 femna. Ju këta, mu të lakë në gjëmat i gjamiës këtë numër, nuk e ka ditë të risot. Se hu një universitet, 350.000 femna i ka në shkollë. Një universitet hu. A kejtë në përgjithësi studentat i ka 960.000 studentat. Një universitet. 5 universitete që si janë në Kajro Mrena. Po, ama femnat veç. Fakulteti i femnave. A shko në lu të dera, se lu ati pari pak të në shef. Shko asë për s'kaj duvari një djerë, kalo të në tekne, janë do ati të vesin ku për shkak cëllën shkak i hup. Janë do gjem ati të vesin shkak i një hup, më s'keni adres, më s'keni hup të një adres elbet. Jo, që tu për s'kaj të murit e dite herë u boha, muni më na u përgjish për shka. Hajdi me neve, pra, na ju kalzojmë se për shka. Këtu, kejt gjem të qojnë, kejt burat i qojnë qikat mi shkollu. Për qatë zati a mush ajo borë madhë, janë bo 350.000. Që ki fakulteta në dunjo këtu. Në këtë dunjo, na ku imi ashtë. Edhe a i qetri, veç di me pështu, edhe aja në këtë dunjo. Une po të pësë qështi. Në cëllën pëqitive të shkollave kështë dërgu qikën. A lepe e quti? Hip në kërë, parasive tonë. Parasive. Hip në kërë. Hip në kërë. Më mara se ma hupe vitin, ajo miskinja, ajo e shkreta, ajo pa vlah. Ajo pa vlah hiç, që e kanë qurë shkollë, pa vlah, pa bab. Ajo jetimja, nona i ka dek, baba i ka dek, vlavi i ka dek, migja i ka dek, këtë kanë dek, e kanë qurë shkollë, veç e kanë qurë e kanë registru dhe, mo kejt kanë shku të vorat, që moti, jam ka falë gjenozën, i ka qurë në vorë, i ka shtin tokë, ajo e shkreta për shkon me ndjek shkollën, duhet me ndjek. Himkar, a i qetëri, himkar. Më mara se ma hupe vitin, ma rapu, himkar. Po më mara se vitin, a s'me ka gallin e nderit. Nuk e ka gallin e nderit hiq, po e ka gallin e vitin. Oj motra, oj bi, ti duhet ti nderin, po dojnë me ta morë në përkomës, po mërzitesh për vitin. A ti sa ka vitit anena, mëse marrë ti e mera e qetra. Vite, sa të dush. Kua nderin? Do me thonë për nderin, mos ka nevoj me fulla, po. Viti si tupe i shbo keq, kua në muzi, kua nderi, kua në muzi, kua femnizimi, kua populli, kush në kanë rrinë nderi i popullit asu. Do me thonë gajlen e se këtë gajle mo, e kemi zhduk, më na putoj më arsimuz, ka mu në muz, apo veç të arsimomi. E në muzi është direkt i kryesor i arsimit, se të arsimum të janë në muz qarë. Interesanta, vazhdojnë për burrat. Se edhe burri ka namuz, edhe ka namuz si gruja njajt, edhe aj duhet me kon namuzli. Edhe aj duhet me kon ndershëm. Vazhdo në edhe parat. Gallin e nderit mu e kemi hek kejt, shti veç ka merët me dit. Qka me dit? Me dit me shkrujt. Me dit me shkrujta? Vjellë në mëra që të në gjami që shini shti mas gjumos, që të rasa zez kua. Këtha nuk kejt ka të rasa zez. Vja besën në Allah. Me qenë se dini ju kejt me shkrujt. Po sa ju, shka s'din me shkrujt, mush ma një gjami në plët. Mushma në gjamiën plët. Që ka që sa jeni? Mas namazin 50 minuta rafsh. Besën në Allah për javjap.
Për 50 minuta ju mësoj me shkruaj. Besën Zot, për 50 minuta asnjërs del pi xhamie që s'di me shkruaj tonë më. 50 minuta më duan këj. Çaça në këtë dunjë shkrimi edhe leximi, ç'ash problem ka mesti. Kusha problem? Kusha bo problem botnor? Problem botnor apo arsimi jo burra, problem botnor është bo nderi sot. Problem botnor është bo namuzi, problem botnor është bo respekti, problem botnor është bo femna, vesha, veshmbathja, sjellja, edukata, këto janë bo problem. Shkollë sa të dush në Gjermani, shkollë sa të dush, ministrin e jashtëm, Kotobzade, Tironit, shtetit islam, e kanë zonë Düsseldorf me 140 gram drog, në qante e ka përci kufinin e aeroportit Düsseldorfit, e pa pak shkollë bre sa di Kotobzade ministri punëve të jashtme. Shkolla paka, shkollë sa të dush. Artisti ma i madh, Juli Brenner, a dhe ekpisidës, a pak shkolla. Këngëtarja me modhe në botë arsime shkollë të artit, e kam mirë vetën me hapa. A pak shkolla? Shkollë po, din jo, edukat jo, derisa edhe një herë dhe për mbyllim sot, derisa nuk kalon shkollat e tona, edukata islame, sot në të halal dhe harami, shkollat e tona neve pak do bikan me na prunë, sukur shka na kanë pru të rishti pak do bikan me na prunë. Ne jemi njerëz të cilët shkrinjemi si akli në stre, kur dole temperatura, kur bëhet shumë e nol. Qish pikon aj? Qashtu pikojmë me i pa njerëzit e tonë të ditur, po njerëzit na kanë keq kuptu, njerëzit na kanë kuptu shumë keq, njerëzit fatin e arsimit e kanë lidh për hoxhallarët, kush e fjala, s'polikën mu shkollu. Si doni me bisedu, kallzoni ju burrave, si dojnë me bisedu me hoxhallarët për arsimin edhe për shkollimin, ne nuk kemi dek hala, le të urdhnoj kamera e CNN-it, ne turnoj kamera e BBC-s, ne turnoj kamera e ati TV, e MBC-s, ne turnoj kamera e ati CDF-it, e kamera e qetër. Ne spjegojmë shka thot Kurani Kerimi për arsimin, veç nuk hekmi dorë për edukatës. Nuk hekmi dorë për normave edukative edhe islam. Pjasaj nuk hekmi dorë, për shkak se pa ata i e kafshë shkollume. A ka qenë shkollume policisë? Policia ka qenë? Po, a është i shkollu? Po, e tamam. Mas i kana veç shkollë edhe u kri, pi. Shkollë, do po thojnë qështu. Shkollë edhe u bitis. E pra une kur kam kalu si vet me autobusin e agjive në kufinin e Saudijës, ato në shdripën kejve poshtë, shdripni poshtë kejtë. E o t'i hoxo edhe kejtë poshtë. Një Allah ka të me insanve, fak, bere qenin ka, shtirin në autobus. Ta këshire qenja ka drogë në autobus. Ato 30 polica ati shteti, kur ku is fizike bes, qeni fizike bes, interesant. A i hini, zdripi, dhe ati policia. Ska, edhe met dhe me ska, se a e vendosite, Shish mara kështu për izda bez tipo. Kja i shkollu? Tamam. Masi kështu ka na puna, që tu punu almi, apo? Ne dojmë me shkollu, jo kështu. Ne dojmë me shkollu njeriu. Ne dojmë me shkollu njerin. Islami lip njerin me shkollu, ama njeri me shkollu. Që a i tjetë mo mjalt, a i mo katë fole dhe katë hece, tjetë pasqira në të cilin ne shkëshiremi edhe drejtohemi. Jo i shkollumi ditur edhe usas, i ditur edhe njeri, i ditur edhe ngritur, i ditur edhe musliman. Që kja në sistemi jonë për shkurti, një javë të arshme, inshallah, për çdo fjalë, për këtive fjalëve të sotit, do t'i kushtojmë shumë fjali. Me siguri, Allah i Gjelle Gjelaluhu, mire mare prumët, inshallah, lillahi l-Fatiha.